Fratello, ne kemi ardhur në plazh sot. Dhe ne kur vim plazh marrim bukë me vete. Se me vërtet nuk ka vlen të shkosh nëpër restorante nëpër to kioska se bën 20.000 lekë pjatë. Edhe çfarë t'japin, vetëm krudo t'japin. Ata krudot nuk ta ngopin barkun. Ja vlla, nga shtëpia kam marr fileto pule, kam bërë kështu si McDonald's. Fileto pule zgare. Qofte. Patate. Edhe oriz. Plazhi është i jona. Plazhi është i joni. Normalisht, ne nuk do e shesim plazhin, se po të shitet për shembull si quhet ajo? Si quhet më? Ama ajo është Zvërneci. Po të shitet Zvërneci, nuk ke më shans të hash për shembull ose ngrin kost, nuk ke shans të hash pilav. Ke shans zonim. Kështu që ju du fort, ne toka është e jona, plazhi është i joni, deti është i joni, çdo gjë e Shqipërisë është e jona. Dhe nuk na ndalon as Edi Rama, as